u ra dakord që do të ketë një formulë unike për gjithë një lloj, do të udhëheqin betejën elektorale. Lutem regjistë listën e Tiranës për Partinë Demokratike? Kështu që thënë këtë, të gjithë drejtuesit politik janë vendosur të parët në qarqet ku kanë garuar. Arsyeja se përse Belindi nuk ka qenë në listën e hapur është dhe diçka tjetër. Sigurisht gara do të ishte edhe pa barabartë në raport edhe me kandidatë të listës së hapur. Duke qenë drejtues. Sepse unë vi nga një garë elektorale para vetëm 2 vitesh ku kam marrë 100.000 vota në qarkun e Tiranës në emrin tim dhe jam dhe drejtues politik i Tiranës. Dhe do të ishte garë pa barabartë. Pra mos kujtoni se nuk është menduar i gjithë skenari. Sigurisht që Belindi nuk mund të hyjë rregullin për ty. Pra të gjithë drejtuesit politik do të jenë në listën e mbyllur. Personazhet të tjerë ju ishin drejtues, po të tjerë pse nuk kaluan listën e hapur? Po sepse ka një logjikë, ja u them unë, nëse doni i futemi emër për emër. Po jo, nuk është puna e gjithë logjikën. Të gjithë kanë funksione zyrtare në parti. Një pjesë janë ex officio. Kryetari i Forumit Rinor sigurisht është i votbesuar nga Forumi Rinor Besarti dhe ka detyrë të udhëheqë Forumi Rinor gjithë Tiranën. Flamur sekretari i përgjithshëm. Një sekondë, dhe në gjithë Shqipërinë. Flamur Noka sekretari i përgjithshëm, Berisha kryetar partie, Paloka është kryetari i Këshillit Kombëtar, pra ka dhe detyra të tjera. Albana Vokshi është kryetaria e gruas. Josefina Topalli shumicën e fushatës e ka nëpër diasporë, është nëpër botë. Janë 4 aleat dhe është zoti Klevis Balliu i cili rezultoi i dyti me i votuar në Tiranë, por i pari në Bashkinë e Tiranës, pra në qark rezultoi Ysen Kadiu, dhe u dakordësua që Klevisi të ishte në listën e mbyllur dhe zoti En Kadiu nuk pranoi vet Ysen Kadiu që të garonte në listën e hapur. Ky ka qenë i vetmi diskutim apo i vetmi debat. Kjo Klevis edhe për Klevis Balliun vlen që ai do merrte vota. Patjetër që dhe Klevisi do të merrte vota, kjo është nga arsyet, sepse Klevisi mund të prishte edhe garën në listën e hapur, pra në një farë mënyrë, për t'i dhënë mundësi të barabartë të gjithë kandidatëve të tjerë që të ishin në listën e hapur dhe të kishin shanset që të gjithë të barabarta. Mos harro që dhe për rastin e zotit Balliu është një politikan i ri që ka qëndruar 430 ditë në protest ke Unaza e Re për një kauzë të drejtë. Ka shoqëruar mua, së bashku kemi qenë në 44 javë protesta në Bashkinë Tiranë. Ku keni ju tani? Patjetër pra, po t'jap kriteret e vlerësimit. Po jo, për mua Klevis Balliu do ta merrte po të ishte lista. Po patjetër po do të ulte ndjeshëm shanset e dikujt tjetër që është në listën e hapur për të zgjedhur. S'më bind kjo. Sepse ai do merrte vota. Partia Demokratike është një forcë e madhe politike dhe nuk ka hall që të gjej kandidat që të mbledhin vota ke lista hapur, që të sjellin një mandat ke koshi, se ky është mentaliteti i partive të vogla, partive që janë krijuar për të marrë vetëm një mandat. Partia Demokratike ka një tjetër qasje, patjetër establishmentin e saj, drejtuesit e saj, kryesor politik i ka vendosur në pozicione mund të duket komode, por ta garantoj që të 12 këta të parët, ose hiq aleatët, 8 e Partisë Demokratike, ka përgjegjësinë politike dhe morale për rezultatin. Ju ishit dakord që 4 aleat ishin në listën e mbyllur? Ju personalisht. Të lutem mos më fut në këtë diskutim. Jo, unë do të fusëm këtë, këtu ne nuk kemi në... Është vendimarrje e kryetarit partisë edhe kryesisë Partisë Demokratike. Unë do të isha dakord, unë kuptoj që koalicioni për herë sjell rezultat edhe vlera të shtuara, por po të pyesësh Belindin, unë do doja të 186 kandidatët ishin Partisë Demokratike, sepse unë vi nga Partia Demokratike, por u dakordësua për një koalicion. Shumë jo. Ram dakord për një koalicion dhe për sa kohë kemi rënë dakord për të qenë pjesë e garës me koalicion, do të nënshtrohemi dhe rregullave të koalicion. Zoti Glliçi, fjala vjen, Erisa Bayaziti është një profesuese diasporës, një vajzë e arsimuar në Perëndim, në Bruksel, jeton atje dhe ka një karrierë. Për shembull, ajo për të vërtetë tani ta themi troç, nuk bëhet deputete. Po sikur ju ta kishte vendosur në listë të mbyllur, do ishte nder jo për PD-n, po do ishte nder për parlamentin dhe unë do kënaqem të ishte një profil dhe një cilësi. Erisa Bayaziti, të cilën unë kam patur dhe unë mundësinë ta njoh dhe realisht kuptoj vlerat e saj, profilin e saj. Do ta kem në studio për 2 ditë. Asetin publik që ajo është edhe profesional. Pa diskutim çdo emër në atë listë hapur, se ju lutem me drejt ju përfaqësuese diasporës, veçoni Erisën. Përfaqësuese diasporës, po e them edhe një herë, por të 37 kandidatët që janë aty, pa diskutim nuk do të kishte qenë një habi nëse do të kishin qenë në listën e mbyllur të Partisë Demokratike. Por aty ka dhe koalicion,
Pra duhet kuptoni që aty ka një imponim, edhe aty ka rreth 9 apo 10 kandidatë që vinë nga radhët e koalicionit dhe 27 vinë nga radhët e Partisë Demokratike. Ta garantoj që gjithë do kishin qenë aset për Partinë Demokratike dhe janë aset edhe në listën e mbyllur. Tani, edhe këta individ që janë në listën e hapur, që të gjithë i kanë terren, që të gjithë i kanë punë, që të gjithë i kanë njerëz me karrierë politike në Partinë Demokratike, njerëz me ambicie politike. Ora kush do fitojnë përpara nga ata? Ky është problemi. Po tash imagjino sikur në atë listë të kishe edhe Belindin, të kishe edhe Klevisin që thatut, të kishe edhe Flamur Nokën, të kishe edhe Albana Voksin, të kishe edhe Edi Palokën. Erisa nuk merr vota në Tiranë për deputet. Këtyre individëve ama do t'ja kishe pothuaj minimizuar në maksimum shanset për të dalë. Erisa në listë mbyllur deputete dhe Belit Gëlliçi në listë hapur deputet, të dy do ishin deputet. Ndërsa ju në listë mbyllur e sigurt deputet, Erisa nuk është e sigurt deputet. Po mund t'isha dhe unë dhe Erisa, por në këtë rast, kështu si e gjykoni ju, ta garantoj që po të shohësh përbërjen e plot të listës, nuk është ky rastim fjalë dhe nuk është kjo logjika që është përdorur. Unë e kuptoj se ju bëni logjik të thjesht edhe nga pozicioni i moderatorit, i analistit e shihni nga jashtë, por duke njohur situatat e brendshme politike, edhe në opozit, edhe në Partinë Demokratike, edhe punë të terrenit, tani ka dhe diçka tjetër, zoti Qafoku. Çfarë ka? Po, ka dhe një vlerësim të kontributeve edhe në vite, edhe të qendrestarëve, edhe të atyre njerëzve që në momentin më të vështirë Partisë Demokratike, në 2021, kur kërcënoheshin me bar, kur i tregoi Bari nëse do mbështesnin Këdonin në Partinë Demokratike, vendosën që të mbanin një pozicion politik. Do kalojmë se çështje thelpsore. Pra ka dhe një çështje vlerësimi këtu për ata që kanë qëndruar, ata që kanë shkuar. Ju konfirmoni zoti Kulliçi që kjo është lista e besnikëve. Jo. Është lista e njerëzve që kanë histori në Partinë Demokratike, kanë kontribut në Partinë Demokratike, kanë karrierë në Partinë Demokratike, kanë mbajtur në ditën më të vështirë dhe në ditët më të zeza Partinë Demokratike gjallë dhe në këmbë, dhe pa diskutim të njëjtën gjë e ke se po tash ngelëm ke lista e mbyllur, po ti hysh listës hapur, ti të gjithë listën e hapur me individ të tillë që nga Partia Demokratike. Jo, niveli këtu që kanë mbetur, po më mirë, po sepse janë drejtues qendror, edhe për shkak funksioneve. Por sigurisht edhe këta që janë në listën e hapur për këto arsye janë pjesë e listës hapur, se ta garantoj që kërkesa për të qenë kandidat për deputet në listën e hapur të Partisë Demokratike ka qenë me 10 në Tiranë, për të qenë pjesë e garës. Dhe në përfundim vetëm 27 emra janë zgjedhur. Okej, zoti Kulliçi, ju në zgjedhjet e vitit 2021 ishit surpriza e Partisë Demokratike dhe jo vetëm, po e gjithë politikës, duke marrë 11.581 vota në zonën më të vështirë të Tiranës dhe ishit jo thjesht thyer si Hersit, po një rekordmen. Tani, kanë kaluar 4 vjet nga ajo, ju tani jeni në listën e mbyllur sigurt, çka ka ndryshuar? Si e shikon atë fushat me këtë tani? Sigurisht, nga rrethanat janë 2 fushata të ndryshme, nga eksperjenca janë 2 fushata të ndryshme. Pra unë vi 4 vite më pas, vi me një barë eksperiencë shumë më të madhe, vi me një fushat kaluar në 2021 që ka qenë në aspektin personal ka qenë sukses, për shkak të rezultatit personal, por në aspektin e përgjithshëm ne nuk ja dolëm dot që të fitonin zgjedhjet dhe sigurisht ka qenë një dështim i përbashkët i ynë dhe ka qenë rezultati që nuk e prisnin. Vi me një eksperiencë tjetër për shkak edhe të zgjedhjeve lokale të vitit 2023. Vi nga një betejë gjatë publike të paktën 2 vjeçare në raport me Bashkinë e Tiranës, me denoncime, me deklarata për shtyp të përditshme, jo të përjavshme, me protesta të përjavshme, me një aksion politik të paprecedent. Sa protesta? 44 javë, 44 protesta për 44 javë, në 3 stin të vitit. Dhe thënë këtë pa diskutim, sot është një tjetër lloj fushate edhe për mua. Por ta garantoj që impenjimi është edhe më i madh këtë herë, sepse nëse herën e kaluar isha një rishtar, dhe nga unë pritej që unë performoja mirë në zonat e mia, aty ku isha kandidat, këtë radhë nga Belindi pritet që të performoj mirë i gjithë qarku dhe unë të marrë përgjegjësi edhe më të mëdha për shkak edhe të profilit tim politik edhe të eksperiencës. Në Tiranë. Po ne sot që flasim në mënyrë të padiskutueshme, objektiv kemi 19 mandate duke konsideruar që 18 mandate do duhet i marrim dhe do t'i marrim. Pra objektivi ynë është që të shkojmë në 19 mandate. 12 sigurta plus 7. Patjetër. Tani nga këto 7, 2 i bie zonja apo 3? Me detyrim 2, me kod zgjedhor 2. Mund të futen edhe 7 zonja nëse janë më të votuara, por me detyrim me kod zgjedhor minimalisht 2 janë zonja. Minimalisht janë 2. Minimalisht. Minimalisht janë 2. Që ta imponon kodi. Po pra, 1 në 3, 1 në 3. Tani, ju thoni i do merrni 7 mandate. Nga 15 që keni marrë
gjithsej në vitin 2021, ju do bëni 19, plus 4. 18 ose 19, po. Tani ndaj këta, o 18 o 19. Objektivit tash është 19. Po them 18-19 që t'jemi me këmbë tokë, që t'jem realist. Jo. Se këmbët atë në fakt e nuk i pas kënë tokë këmbët i ke si mua këtu të... I kam vendosura këtu, po kamerak në aspektin politik në këmbik, në tokë i kam këmbë. A nuk duket egzageruar ky synim? Jo, nuk duket, duke llogaritur se çfarë i ka bërë kryeqytetit Partia Socialiste, Edi Rama, Erion Veliaj. Çe ka bërë? I ka vjedhur 100 milion euro të faktuara tashmë deri tani. Inceneratori i Tiranës është afera korruptive më e rëndë që ka parë ndonjëherë ky vend. Janë dhënë 142 milion euro. Akoma drejtësia pa u marr, pa u vendosur për inceneratorin nuk ka folur. Pa u vendosur ende një gozhd. Drejtësia në rastin e inceneratorit të Tiranës është dështimi më spektakolar i Spakut. Mban emër, quhet Dritan Premçi, prokurori i posaçëm i Spakut, që jeton këtë çështje prej 5 vitesh, që në gjykimin tim është turpi i atij institucioni, është turpi i drejtësisë shqiptare, për shkak se nuk ka njeri normal në Republikën e Shqipërisë, nuk ka njeri në qarkun e Tiranës, biznesmen, gazetar, politikan, analist që nuk e di që afera e inceneratorit Tiranës është një aferë korruptive. Pse ndodhi kështu? Përgjegjës për të është kreu i Bashkisë Tiranë, po pa diskutim kjo aferë shkon deri ke Edi Rama.